Vëllezër, motra të nderuara, lavde, madhërime, falënderime të shumta për atë që na dha jetë jemi në këtë xhuma. Lavde, madhërime, falënderime të pafundme për atë që na krijoi. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, na bëri neve për njerëzve, për muslimanëve, për muslimaneve, për besimtarëve dhe besimtareve. E lavdërojmë dhe e madhërojmë atë për çdo mirësi të pafundme që na dhuroi. Dhe themi i madhi Zot, atë që udhëzove në rrugën e drejtë islame nuk e humb askush. Dhe atë që devijoi nga kjo rrugë e pastër dhe e bukur, s'mund ta udhëzojë ata askush tjetër përveç se i madhërishmi vet. Dëshmojmë si në çdo xhuma me dëshminë e madhe të shahadetit, që sunduesi i gjithësisë është një dhe një i vetëm. Ai sundon dhe ai krijoi gjithçka, i gjitha adhurimi dhe madhërimi i takon vetëm atij dhe askujt tjetër përveç tij. Dhe dëshmojmë me argumente të qarta dhe një zëri që Muhammed Mustafa alayhis salatu wassalam ishte njeri si gjithë ne, i veçuar me shpallje hyjnore, i veçuar me Kur'anin famlar, i veçuar me fenë e pastër dhe të bukur islame. Vëllezër, motra të nderuara, muslimane dhe musliman të begatshëm, çdo njeri është përpara sfidës dhe vështërisë dhe përkushtimit ke i madhi Zot. Inshallah dhe xhumaja bëhet shkak nga ato veprat e mira që bëjmë gjatë javës, siç ka thënë profeti alayhis salam, xhuma i fal gjinave të vogla, inshallah Zoti na pastron nga gjithë gjinavet që i kemi bërë atij. Xhuma që kaloi ne folëm për lutjen, që kur ajo shoqërohet me vepra të mira që i ke bërë në emrin e Zotit Madh, ajo është më e plotë, ajo është më e vlefshme. Nga defektet që sot kanë muslimanët është që bëjnë pak lutje, pak dua. Ajo shiqyr Zotit është pa lek edhe pas forcim të madh. Gjithë secili prej nesh i mallkumi shejtan na bëni luftë të drejtë për drejtë, që ne të lutemi sa më pak, t'ia ngrejmë atij duart sa më pak, sepse rezultati në fund është që përfitojmë më pak. Sa më shumë ti lutesh atij, sa më shumë t'ia ngresh duart atij, sa më shumë të aktivizosh mendjen, shpirtin dhe zemrën në lutje, aq më shumë të hapen mirësitë dhe rrisjet, begatitë e pafundme të tij. Neve gjithë jemi në një betejë me këtë. Nga herë kalon një ditë, kalon dy, kalon një javë, harrojmë. Çfarë bëjmë? Si shpiku gjithë kjo kohë pa i bë lutje Zotit, pa i bë dua, pa e madhëruar, pa ju përkushtuar atij, sepse njeriu i tillë është. Po të hysh ke tematika e lutjeve, ajo ka një rëndësi shumë të veçantë. Zoti i Madh, i qofshim fal atij, na ka premtuar neve në Kur'anin famlar, thotë ud'uni astajib lakum. Thot njerëzit e mi, lutë muni mua, ju përgjigjem unë juve. Pra garancia e parë është që Zoti i madhërisëm ne na tha lutuni se ju përgjigjem. Kurse me i rast akoma e forcoi dhe më shumë konceptin si ai është afër dhe i përgjigjet lutjeve tona, tha o idha salaka ibadi anni fa inni qarib. Nëse të pyesin njerëzit ty për mua, thuaj unë jam afër. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Tha unë kur më lutet, lutsi unë i përgjigjem atij, jam afër. Prandaj Zoti Xheleshanu kërkon nga ne, siç ka pasur Omeri i Madh ibnul Khattabi, shqetësimi im është lutem, se po u lutem me shpirt ashtu siç duhet, përgjigjja e Zotit është bashkë me të. Lutjet janë shumëta. Profeti jon alayhis salatu wassalam është kampioni i madh i lutjeve. Shikosh vetëm lutjet që i ka pasbër Zoti dhe kupton profecinë e tij në lutje. Por brenda lutjeve kupton vizionin e madh që ka pas ai diturisë hyjnore. Po ti shikosh lutjet e tij me seriozitet, do të gjesh dhe i dashuri të madhe që ai kishte për sunduesin e madh gjithësisë. Çdo musliman dhe muslimane të përpiqet që të mësoj lutje sipas problemit, sipas hallit, sipas situatës. Për shembull, keram gjinaf, në mëkat, siç bim gjithë. Profeti ka thonë, kush thot astaghfirullah al-azim, kush thot kërkoj falje Zotit madhërisëm, alladhi la ilaha illa hu, përveç tij s'ka zot tjetër, al-hayyul qayyum, i gjalli dhe i përjetshmi, wa atubu ilay, dhe unë i pendohem atij. Thot i falen gjinafet, qofshin dhe sa shkuma e detit. E parasysh atë shkumën që vjen gjithmonë me dallgët, ai s'mbaron asnjëherë. I falen kush e bën këtë dua me shpirt, këtë lutje, astaghfirullah al-azim, i kërkoj falje Zotit madhërisëm, cili nuk ka zot tjetër përveç tij, i gjalli dhe i përhershmi, dhe pendohem tek ai, i falen gjinafet edhe sa shkuma e detit.
Pra njeriu zgjedh sipas situatës. Lutje ka për të mbrojtë gjatë ditës, për të mbrojtë gjatë javës, për të mbrojtë gjatë jetës. Për shembull, kush shohet dhe ja bën rrezik i madh i Zot për të falë sabah. Edhe i fal, pak të minimumi 2 rekatet ato që janë obligim. Dhe një nga ka shumë, por një nga më të famshmet. Thu pastaj Allahumma inni asbahtu wa asbaha mulku lillahi rabbil alamin. Tha i madhi Zot, thot Zot, un jam zgjuar. Dhe erdhi mëngjesi prap me sundimin e padiskutueshëm tënd. Dhe thu Allahumma inni es'aluka khayra hadha al-yawm. Thu Zot, unë të kërkoj mirësinë e kësaj dite. Fathahu wa nasrahu wa nurahu wa hudahu. Shive lutjen. Tha erdhi mëngjesi dhe bashkë me mëngjesin erdhi sundimi jot, o Zot. Të kërkoj të mirën e kësaj dite, dritën e saj, begatinë e saj, ndihmesën që kanë të, bereqetin që ka të, dritën që ka kjo ditë. E inshallah i merr gjatë ditës ato. Kush e thot mbrëmja atë e ka për natën. Ja, për çdo situatë, për çdo kohë, njeriu ka lutje që ja bën Zotit Madhërisëm dhe brenda kësaj, pse profeti alayhis salam ishte njeriu më i lartë që pa historia njerëzore. Jo se duam ne muslimanë, janë fakte të qarta si drita e diellit. E si ka pas ndaj gjatë gjithë jetës të lutje. Pra, nga kolona dhe korsitë e jashtëzakonshme hyjnore të jetës, ai kishte edhe këto lutje. Ka në i lutje që i përmbledh gjitha? Ka. Lutje të fuqishme që të paktën njeriu sido që shkojë, se jo të gjithë lutemi shumë. Zoti shpjegon Kur'an dhe thot: Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Shikoj Kur'anin madhështor. Thot në krijimin e qejve dhe tokës, në krijimin e qejve dhe tokës, në ndryshimin e natës edhe ditës, ka argumente për cilët për zotët e mendjes. Qofse nuk lexon, qofse nuk studion, qofse nuk mediton, qofse nuk dëgjon ligjërata, i bjen që ti nuk merr përvojë as nga qejt, as nga toka, as nga dita, as nga nata. Pastaj vazhdon ajeti Kurani thot: "Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim." Dhe ato të cilët thot e përmendin Zotin, e kanë mendjen ke Zoti në çdo pozicion, qofshin këmbë, qofshin kur janë ulur, qofshin kur janë shtrirë. Çfarë bëjnë tjetër? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanak faqina adhaban nar. E përmendin Zotin në çdo pozicion dhe thojnë dhe meditojnë, thot sunduesi i madh, sura Ali Imran, meditojnë në krijimin e qejve dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri, sa do dituri të ketë, i cili mendon thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qejt edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me diellin, dhe me hënën, dhe me malet, dhe me kodrat, dhe me detet, dhe me oqeanet, edhe me njerëzit, dhe me meshkuj që janë dhe femra, dhe me ushqimet, dhe me pijet, edhe me shikimin, dhe me dëgjimin, dhe me mendimin, dhe me familjen. Dhe në çdo, edhe deri tek oksigjeni, ke karboni, ke hidrogjeni, ke heliumi, ke atomi, ke protonet, ke neutronet, futet njeriu duke medituar që do të jetë besimtari pa diskutueshëm. Kush humb ato që s'mendojnë? Vlla dhe motër nderuar që jeni në xhami. Po ta përdorësh shumë makinën, konsumohet. Celulari, kalojnë vite, mirë është me marrë i ri se u konsumu. I vetmi organ tek njeriu është mendja që po lexove, studiove dhe meditove rinohet. Po e le bosh, plaket. Dobësohet. Zot na ruaj jo pak nga populli ton, e kanë frikë të rimenja. Se konsumojnë fare. As lexojnë, as studiojnë, as meditojnë. Po t'ja peshosh, o i ri, si që ja ka thoni madhi Zot, nuk duhet pra kështu, ruaj makinën, ruaj celularin, ruaj gjëra që i ke që konsumohen, vetëm mendja ka nevojë që të vetë në punë. Ajo është motori i madh i njeriu që sa më shumë të ketë mundësi njeriu të lexojë, të studiojë, nuk po bëjmë si dietar të mëdhej. Sa më shumë dëgjoj, se kur dëgjon fjalën çfarë bën? Fjala shkon dëgjim, por shkon mendje dhe njeriu fillon, për shembull, kur e tregon një histori për xhuma, njeriu i duket sikur është atje ku po ndodh historia, pse futet mendja në punë. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, thot Zoti, meditojnë në madhështinë e qejve dhe tokës. Po pastaj, mbasi meditojnë, thot, çfarë konkluzioni do dalësh?
Po meditove do thush, e mrekullueshme kjo, i mrekullueshëm ky krijim, të mrekullueshme krijimet e Zotit. Fillon njeriu mediton. Hasan el Basri i madh, dietar i madh i umatit islam thoshte, 1 orë meditim është më e mirë se sa të falësh gjithë natën. Çfarë konkluzioni do dalësh? Gjëja e parë, Rabbana ma khalaqta hadha batil. Zoti i madh i gjithësisë, se çfarë thonë njerëzit? U kriju gjithë kjo madhështi e madhe, jeton njeriu ca vdesin fëmijë, ca të ri, ca në moshë mesatare, disa pleq, edhe s'ka si qëllim kjo punë. Kjo është mos të kesh medituar asnjëherë, mos të kesh kuptuar asnjë gjë nga çdo lloj krijimi që ka bërë Zoti. Kurse ai që futet thellë, thotë i madhi Zot, gjithë ky krijim madhështor ka i qëllim, nuk e ke krijuar ti atë kot. Rabbena ma khalaqta hadha batila. Zot, se ke krijuar ti kot këtë. Çfarë të vjen shpirt ai që mediton? Ai që s'mediton lavdron femrat gjithë ditën. Ai që s'mediton vetëm lekun ka Zot. Kurse ai që mediton në qiell dhe tokën dashurohet me Zotin e gjithësisë dhe thot subhanak, i madhështor je Zot, i pat meta. Po tjetër, faqina adhaban nar, Zot na ruaj nga zjarri i xhenemit. Se duhet dal ke lutja. Nga lutjet që i përmbledh gjitha është që të paktën minimumi vëllezër motra të nderuara, të gjithë secili nuk mund bëhet dot teolog. Zot, ka pasur profeti shpesh, es'aluka ridake wal janna a'udhu bika min sakhatika wan nar. Zot, kërkoj kënaqësinë tënde dhe xhenetin tënd. Kërkoj mos të hidhrohesh me mua dhe muri nga zjarri i xhenemit, kaq e themi të gjithë. Thot në Kur'an, çështja e meditimit, afala yatadabbaruna al-Quran, nuk e perceptojnë dhe e meditojnë Kur'anin famlart? Thot Zoti në Kur'an, yawma nahshuru al-muttaqina ila ar-Rahmani wafda. Ka i ajet bukur sure Merjem, ndoshta i pjesë nuk e kanë lexuar akoma. Shikoje, ditën kur ne i ringjallim të devotshmit si miq të Zotit gjithësisë. Si miq, po. Ringjallesh ti të begatofti i madhi Zot me gjithat mira në ditë gjykimit, dhe nuk të tremba si gjë. E qenë njëri fisnik edhe i mirë, besimtar i thjesht dhe i sinqert, ke kërku falje për kusuret e për gjinafet që ke bërë dhe thot yawma nahshuru al-muttaqina ila ar-Rahmani wafda. Ditën kur i ringjallim thot të devotshmit si miq Zotit madhërisëm. Ka thënë Aliu radiallahu anhu wafda, miq të Zotit dhe vizitorët në këtë rast ka kuptimin që do të ringjallen dhe do të vinë disa mjete nga mjetet e xhenetit që do t'i marrin për t'i dërguar në xhenet. Po mjete, subhanallah el azim, që kanë lidhje me botën e amshushme ku do shkojnë. Dhe thot hipin besimtarët dhe shkojnë tek dyert e xhenetit. S'hyndon në xhenet. Sepse është një pemë madhështore që ka 2 burime. Po s'pive nga këto burime nuk hyn në xhenet. Një burim kur pinë besimtarët dhe besimtarët e ndershme që do hyjnë në xhenet i pastron pjesën e brendshme. Se në xhenet kur të hysh do jesh i përjetshëm, s'mund të hysh me këto kapacitete që ke. Dhe kur të pinë, thot, nga burimi tjetër pastrohet dhe zbukurohet në pjesën e jashtme. Ka i problem tjetër. Afrohen afër xhenetit, i qofshim falë të madhit Zot që e ka kriju për besimtarët dhe besimtarët e veta, afrohen dhe çfarë ndodh? Dera është e mbyllur. Kjo është problem. Por malli dhe mallëngjimi për të hyrë aty, sepse aroma, erat e mrekullueshme të xhenetit dëgjohen, jo këto që janë afër 40 vjet larg. Dhe këto subhanallahu el azim e kuptojnë madhështinë, bukurinë që ka xheneti, dyert e xhenetit janë shumë të mëdha njëra nga tjetra, e ndjejnë aromën dhe erën dhe kanë mall të madh për të hyrë aty. Se merr asnjë përsipër. Kush do shkojë me trokit? S'ka asnjë që merr përsipër trokas. Shkojnë nga Ademi nuk pranon. Shkojnë nga Nuhu nuk pranojnë. Shkojnë nga Ibrahimi a.s. nuk pranojnë. Shkojnë nga Musa a.s. nuk pranon. Shkojnë nga Isai nuk pranon. Mund të pranoj vetëm një, i cili e arriti kulmin e devotshmërisë që mund të arrijë njëri, Muhammed Mustafa a.s. Shkon dhe troket. Engjëlli i cili është akoma se ka hapderën quhet Ridwan, i kënaqur. Për çfarë kënaqet ai? Vetëm sikur shef besimtar të hyjë në xhenet dhe besimtar. Ridwan quhet ai. Dhe ai kur trokitet nuk mund të trokas kushdo, nuk guxon njëri. Kur trokitet thot menant, kush që ti që arritet para të guxosh trokasësh në dyert e xhenetit, tha ana Muhammed, un jam Muhamedi. Tha bike umirtu an la aftahu li ahadin ghayrak. Tha për ty jam urdhëruar kujt tjetër si hap derën e xhenetit. Kështu i ka thënë Muhammed, kështu ka transmetuar në transmetim të vërtetë.
Tha kush je? Tha Muhamedi jam. Pra Muhamed Mustafaja i zgjedhur i Zotit gjithësisë. Tha për ty jam urdhëruar me ta. Dhe elhamdulillahi rabbil alamin. Mendoje vlla dhe motër e bekuar që jem xhami, mendoje veten në xhenet inshallah. Hapen dyert e xhenetit. Dhe imagjino njeriu vogël, apo ne që jemi në Shqipëri që me 1.100.000 halle. Kur shohim besimtarët e ndershme dhe besimtarët xhenetin, hapen dyert e xhenetit dhe ballafaqohesh me çfarë? Me atë që ka thënë profeti, do të shikojnë në xhenet atë që se kanë shikuar kurrë, do të dëgjojnë në xhenet atë që se kanë dëgjuar kurrë, dhe mendja e tyre do të shikojnë në xhenet atë që se kanë menduar kurrë. Dhe kur hapet gjëja parë, çfarë thonë? Çfarë mund thotë musliman dhe muslimane kur shef xhenetin me të gjitha të mirat dhe po i bëhet risk me hyj aty? Elhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Lavd dhe falënderime Zot që ma dhej mundësinë të bëhem musliman, mos më kishte udhëzuar, unë do isha i humbur. Dhe çfarë ndodh? Dyert e xhenetit janë të mrekullueshme, për ari. Dhe njerëzit fillojnë, nuk hyn tu pa dyert nga mrekullia dhe i thotë Ridwani, selamun aleikum, tibtum fadkhuluha khalidin. Tha o besimtar të nderuar, dera s'është asgjë. Selamun aleikum tibtum fadkhuluha khalidin. O ju begatov Zoti sa të mirë keni qenë në dynja, hyni në xhenet përjetshëm këtë mrekulli hyjnore. Në një rast tjetër ka thonë, selamun aleikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Tha selamun aleikum, thot Ridwani, roja e xhenetit, paqja e Zotit qoftë me ju se ishit durueshëm në dynja, hyni në shtëpinë e përjetshme dhe të begatshme. Edhe besimtarët mrekullohen, i lejnë tashmë dyert e mrekullueshme që ka. Ka thënë profeti, ato janë në një largësi shumë madhe nga njëra tjetra, por do vi i ditë që njerëzit do ngjiten duke u shtyr nga pak, duke hyrë, aq shumë do mushet ajo, dhe kjo është i transmetim përgëzues që do hyjnë shumë njerëz në xhenetin e Allahut të Madhëshëm. Dhe hyjnë besimtarët dhe i thuhet, hyni dhe lëviznin të ku doni. E keni xhenetin e juaj, vendi përjetshëm, nuk dilni më prej tij, lëvizni ku doni. Dhe ato i kapën mallëngjimi dhe thojnë, elhamdulillahi alladhi sadaqana wa'da, ajeti Kur'anit. Falenderojmë Zotin që e mbajti premtimin e vet. Na e trashëgoi neve xhenetin të lëvizim ku demi. Thot fenime ejrul amilin, sa të mirë janë ato që punojnë mirë në dynja. Dhe njerëzit fillojnë shikojnë atë që s'ja ka parë kur syri, s'ja ka dëgjuar kur dëgjimi, e si ka shku në herë mend që mund të jetë, ne kemi transmetime shumë, asnjëherë nuk mundemi do të shkojmë në atë që është për sosmëria që ka kriju Zoti atje. Dhe thot Zoti në Kur'an, idha ra'ayt thumma ra'ayta na'iman wa mulkan kabira, qofse hyn në xhenet dhe shikon dhe percepton drejt, do të shikosh sundim dhe mirësi të madhe shumë. Dhe për bela këtij besimtarit që ka treguar Aliu, i del nisi dritë përpara. Mirësi e madhe. Nga që se edhe xheneti ka eksperiencë. Jo sikur hyn fillim, je edhe mas mira miliona vjetësh. Hyn edhe vetëm kur shef i dritë, i xhevahir, i diamant, pra i krijesë që i vjen. Edhe për çastin thot Aliu radiallahu an, mendon që mos o më lart se unë. Edhe i përulet me respekt. Subhanallah al-azim. Kur i përulet me respekt, ai përulet shumë. Ai tjetri që ishte përballë, se mendoi kush e di kur shënga. I tha, o ja wali Allah, o i dashur i Zotit, i thot ai që u përul besimtari, që ose unë duhet të përulem të këti. Unë jam një nga shumë shërbëtorë që ti i ke në xhenet, si përulesh ti mua? Thot Zoti dha rejte. Thot për ato shërbëtorët që janë në xhenet, hasibtehum lu'lu'an manthura, shërbëtorët e xhenetit po ti shikosh të ngjajnë si diamant dhe xhevahir të derdhur, dhe ky kur i pa kujtoi se kush është. Ai ishte një nga shërbëtorët e shumë që do ketë besimtari në xhenet. Kjo ka nevojë për meditim pra. Po meditove femra gjithë ditën, nuk arrit këtu. Femra po mediton rroba gjithë ditën e flori, nuk arrit dot. Pra e para është mustalem të ri, të rurin, kështu. Dyst. Ja. Përdore atë se sa më shumë përdore të rinohet. Dhe njeriu do të jetë i qartë çfarë mediton, ku shkon. Nga meditimet më të mira, më të vyra, më të bekuara është njeriu vendin ku do shkojmë i përjetshëm. Dhe nga lutjet, se këtu ishim, nga lutjet më të gjithë përfshirëse, Allahumma. Lutja më gjithë përfshirëse, es'aluka ridhake wal janna, a'udhu bika min sakhatika wan nar. Zot lutem kënaqësinë tënde më jep, edhe xhenetin tënd. Mos u hidhro me mua, edhe më ruaj nga zjarri i xhenemit. Edhe e fundit,
Kjo s'duhet harru kur. Kush e bën këtë shpëton në dynja. Po shpëtove në dynja, ke shpëtu dhe në ahiret. Hyn Saad ibn Waqasi në xhami, një shok i ngushtë i Profetit alayhis salam. Dhe aty ishte Uthmani, shoku tjetër. I thot selamu aleikum. Ai si kthen xhevap. Po ndërmjet sahabëve mos ktheshe selam, ishte tmerr. Selamu aleikum. Ai e pa kështu dhe nuk ja ktheu përgjigje. Nuk i tha aleikum selam. Selamu aleikum do thot paqja e Zotit qoftë me ty. Dhe në tjetër kohë ka kuptimin që nga unë ke paqë, nëse tjetri s'ta kthen, pra s'ke paqë nga i ke sherr. Dhe u mërzit shumë dhe shkoi, ishte halife Omeri i Madh. I tha Omer, unë i dhash selam Uthmanit dhe nuk ma ktheu. Thirreni këtu, tha Omeri, edhe ja afrojnë Uthmanin. Thash të bëri ty të t'japi selam Saadi dhe ti s'ja kthen. Pra kjo është çështje e madhe. Profeti thotë efshu selam, shpërndani selamin. Selamu aleikum dhe shpërndani selamin shoqëror. Shoqëria të jetë në paqe, jo gjithë ditën tritol. Paqe, mirësi, njerëzillok, moral, vlerë, fisnikëri, mençuri, meditim, dituri, arsim. Këtë kërkon Islami. Ç'është kjo tha që nuk kthen selam? U kujtu Uthmani, tha pasha Zotin. E kam parë, po kanë qenë i pikëllum. Dhe ke parasysh nga herë që themin e shikon mendja jo syri dhe e kishte pa dhe kishte harru. Me ja kthy selamin, pra kishte qenë i preokupuar. Tha Omeri, çfarë të preokupoi ty? Tha pasha Zotin, profeti kishte ndruar jetë, ato jetojshin me profetin akoma. Tha me i rast, tha profeti, pasha Zotin, po i thoshte këtë shokëve vet. Pasha Zotin, do t'ju them sot i lutje juve, që s'ka njëri që ka i hall, ka i smundje, ka i problem, ka i shqetësim, ka i stres, vetë se po e tha Zoti ja heqet e dëgjoje mirë. Tha sa po e thoshte, vjen njëri dhe i tha oj dërgumi Zoti dhe i bori i pyetje gjatë dhe nuk na e tha profeti. Dhe unë tha sot e kësaj dite jam shumë i mërzit se si neve nuk e përfituam na e thonë se çfarë ishte ai lutja që babe. Saad ibn Abi Waqqas, një nga 10 përgëzumit me xhenet, tha ja u them unë. Edhe Omeri u gëzur shumë dhe Uthmani, tha po ka se profeti, tha unë sa u maroja i me xhenis që ikëm, unë i shkova profetin në shtëpi. E kërkojshin mirësinë, diturinë, dhe i thash oj dërguar i Zotit, desh nisë një lutje me na e thon, po e ndërpreve se të pyeti filani. Tha ma thuj kush është? Profeti prap tha, pasha atë që shpirti im është në dorën e tij. Pra shpirti im është në dorën e atij për Zotin. Nuk e bën këtë lutje i musliman, vetë se Zoti ja largon brengën që ka dhe shqetësimin, problemin, hallin, stresin. Imagjino duke e dëgjuar se si e dëgjoshin sahabët atë. Tha kush është i dërguari i Zotit? Tha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. S'ka zot tjetër përveç teje i lartësuar i patmeta ja. Un jam i padrejt ndaj vetes. Kush e ka thënë këtë? Dhe e ka thënë Yunusi alayhis salam në Kur'an. Ishte në errësirën e peshkut. Se Zoti e sprovoi mbargun e peshkut madh apo të balenës. Ishte në errësirën e detit poshtë, ishte në errësirën e natës dhe ju drejtu tha la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. S'ka zot tjetër përveç teje. I patmeta je i madhërueshëm. Un jam që i kam bërë padrejti vetes. Yunusi e pranoi. Subhanallahu al-azim, ças vëllezër motra nderuara, e shkatroi errësirën e barkut peshkut, doli të errësirës detit, të errësirës natës dhe doli dhe shpëtoi. Dhe profeti tha kush e bën këtë, kush e thot kur është në hall, në problem, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. S'ka zot tjetër përveç teje, i patmeta je i lartësuar, un jam i padrejt. Un kam bërë padrejtësi ndaj vetes time, tha i pranohet ajo. Prandaj vëllezër motra nderuara dhe të bekuara që jeni në xhami, gjithë secili nga ne mos ta harrojmë, sepse inshallah shpresojmë me lejen e Zotit të përfitojmë nga mirësitë e pafundme të Tij. Amin ya rabbal alamin. Aqulu ma tastami'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Elayna ahsan al-kalam wa ablaga an-nizam. Kalamullah al-Malik al-Aziz al-Allam. Lavdët pafundme i bëjmë Zotit ton dashur, mos na kështu udhëzuaj rrugën e drejtë të kishim qenë njerëz të humbur. I madhi Zot asnjë mos dali sot nga xhamia na i fal gjitha gjinavet e jetës tonë. Zot na fal neve, familjet tona dhe gjithë ummetin e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. I madhi Zot na i fal, na i mëshiro dhe begato baballarët dhe nënat tona. O Zot na i arsimon, na i bët moral që na i fal, mëshiro të rinjtë dhe të reja tona. Zot na i bën dietartë dhe i hafiz Kur'anit famlar, na i ruaj nga çdo e keq e fëmijët tanë. Zot i madh, të qofshim fal
Na bën të themi la ilaha illallah dhe i kënaqsh me ne kur t'japim shpirt. Zot na çon xhenetet e përjetshme, na ruaj nga zjarri i tmerrshëm i xhenemit. Qofse jemi i madh i Zot në xhenet, na mundësot ta shikojmë lartësinë, bukurinë dhe madhështinë tënde. Ti je më i lartë, më i bukur, më i madh, të qofshim fal.